Akullnajat e ftohta dimërore. Në skajet më të largta të planetit ton, aty ku dielli qëndron I ulët në horizont dhe nata zgjat me muaj, shtrihet një botë e heshtur dhe madhështore. Akullnajat e ftohta dimërore janë mbretëria e akullit, struktura gjigante që ruajnë historinë e tokës dhe ndikojnë drejt për drejt në klimën globale. Akullnajat nuk janë thjesht masa të ngrira uji. Ato janë arkiva natyrore të formuara për mijëra miliona vjet, ku çdo shtresë bore tregon një histori, temperatura, rreshje, era dhe madje edhe përbërjen e ajrit të epokave të shkuara. Çfarë janë akullnajat? Akullnajat formohen kur bora bie vazhdimisht për shumë vite dhe nuk arrin të shkrihet plotësisht gjatë verës. Me kalimin e kohës, pesha e shtresave të reja shndron botën në akull të dendur. Ky akull fillon të lëviz ngadalë duke krijuar lumenj të heshtur që rrëshqasin drejt detit. Gjatë dimrit polar, temperaturat bien shumë nën zero. Errësira mbizotron dhe stuhitë e borës modelojnë sipërfaqen e akullnajave, duke krijuar forma të mprehta, çarje të thella dhe fusha të pafundme të bardha. Akullnajat në polin e veriut dhe të jugut. Dy rajonet kryesore të akullnajave janë Arktiku dhe Antarktika. Në Arktik, akulli noton mbi oqean, ndërsa në Antarktidë ai mbulon një kontinent të tërë. Antarktida mban rreth 70% të ujit të ëmbël të tokës të ngrirë në formë akulli. Dimri në Antarktidë është ekstrem. Temperaturat mund të zbresin në -60 gradë Celsius. Era fryn me shpejtësi marramendse dhe errësira zgjat deri në 6 muaj. Megjithatë, edhe në këto kushte të pamëshirshme, jeta gjen mënyra për të mbijetuar. Jeta në mes të akullit. Nën sipërfaqen e akullnajave dhe në ujërat e ftohta përreth ekziston një botë e gjallë. Algat mikroskopike rriten brenda akullit, duke krijuar bazën e zinxhirit ushqimor, peshq, foka, pinguin dhe balena, varen nga ky ekosistem delikat. Gjatë dimrit, shumë specie përballen me mungesë ushqimi dhe dritë minimale. Megjithatë, ato janë përshtatur në mënyrë të jashtëzakonshme, duke ruajtur energjinë dhe duke bashkëpunuar për mbijetesë. Roli I akullnajave në klimën globale. Akullnajat veprojnë si pasqyra gjigante që reflektojnë rrezet e diellit përsëri në hapësirë. Kjo ndihmon në ruajtjen e temperaturave të qëndrueshme në tokë. Kur akulli fillon të shkrihet, sipërfaqja e errët e oqeanit thith më shumë nxehtësi, duke përshpejtuar ngrohjen globale. Dimrat e ftohtë kanë qenë historikisht thelbësor për ruajtjen e akullnajave, por sot, edhe gjatë dimrit, temperaturat po rriten. Kjo prish ekuilibrin natyror dhe ndikon në ciklet sezonale. Shkrirja dhe pasojat. Shkrirja e akullnajave nuk është vetëm një çështje polare. Ajo ndikon në nivelin e deteve, rrymat oqeanike dhe motin në mbar botën. Qytetet bregdetare rrezikohen nga përmytjet, ndërsa ekosistemet ndryshojnë me shpejtësi. Dimri që dikur ishte një periudhë rigjenerimi për akullnajat, po humbet fuqinë e tij. Çdo vit, sipërfaqet e mëdha akullit zhduken, duke lënë pas ujë të hapur dhe toka të ekspozuara. Një thirrje për reflektim. Akullnajat e ftohta dimërore janë një kujtesë e forcës dhe brishtësisë së natyrës. Ato na tregojnë se planeti ynë është një sistem I ndërlidhur ku çdo ndryshim ka pasoja të gjera. Ndërsa dëgjoni këtë dokumentar, imagjinoni heshtjen e pafund të akullit, kërcitjen e largët të një akullnaje që lëviz dhe erën e ftohtë që përshkon hapësirën polare. Këto vende të largta mund të duken të shkëputura nga jeta jone e përditshme, por fati I tyre është I lidhur ngushtë me të ardhmen tonë. Ju ftoj ta bëni kanalin subscribe, ta abonoheni tek zilja, ta shpërndani tek miqtë tuaj në mënyrë që të fitojnë më shumë dituri, edukim, shkencë, inovacion.